Shëndetje, përsëritja e fundit të temave në matematikë sot është për njësitë mase dhe shndërrime gjeometrike. Atëherë, të njohim njësitë mase të masës, gjatësisë dhe budimit të lëngjeve. Kryejmë veprime me njësitë mase, dallojmë dhe vizatojmë figura gjeometrike, gjejmë koordinatat e një figure në rrjetin koordinativ dhe zhvendosim një figurë në rrjetin koordinativ. Kujtojmë që duhet kemi fletore në përsërisjes A4, vizore, mjetë shkrimi dhe tekstin para. Kujtojmë matjet, atëherë llogaritim gjatësinë e senteve me milimetër, centimetër dhe metër, ndërsa për matjen e gjatësive më të mëdha ishte kilometri. Masa është sasia e lëndës që përbën një objekt. Grami është njësi e matjes së masës, gjithashtu edhe kilogrami. Kapaciteti është sasia e lëngut që nxë një enë. Vëllimi i lëngjeve është hapësira që zë një lëng në enë. Litër është njësia matëse e vëllimit të lëngjeve. Kujtojmë që 1 cm është barabartë me 10 mm, 1 metër është barabartë me 100 cm, 1 metër është barabartë me 1000 mm, 1 kilometër është barabartë me 1000 metër. 1 litër është i barabartë me 1000 mililitër dhe 1 kilogram është i barabartë me 1000 gram. Atëherë, plotësojmë sipas shembullit. 163 cm është barabartë me 1 metër, 60 cm dhe 3 cm. Plotësojmë dhe rastet e tjera. Kryejmë veprimet, mbledhjet dhe zbritjet në 3 mënyra. Pra një herë ashtu siç na janë thënë, një herë duke i kthyer të gjitha në centimetra dhe një herë me numër dhjetor. Plotësojmë vlerën e shifrave, keni shembujt e dhënë dhe një problem të shkurtër. Numrat pozitiv dhe numrat negativ, dimë që numrat pozitiv është më i madh se 0, ndërsa numri negativ është më i vogël se 0. Atëherë në boshtin numerik rendisim numrat, më pas shkruajmë numrat që vijnë para dhe pas tyre dhe vazhdojmë numrat, i rendisim në rendin rritës dhe në rendin spritës. Drejtësa e simetrisë është ajo që ndan figurën në dy pjesë të barabarta. Koordinatat janë një çift numësh që tregon vendodhjen e një figure në një rrjet koordinativ. Horizontal është drejtimi paralel me horizontin dhe vertikal është drejtimi pingul me horizontin. Transformim është ndryshimi i vendodhjes ose përmasave të një figure nëpërmjet pasqyrimit, zhvendosjes, rrotullimit dhe zvogëlimit. Zhvendosja paralele e një objekti ose figure në një vit të drejtë është pa e rrotulluar atë. Nëse pasqyrimi i figurës është vizatimi i figurës sipas një vije simetrike pa e rrotulluar atë. Atëherë punojmë, i përgjigjemi pyetjeve dhe shënojmë me kryq përgjigjen e saktë tek 3 pyetjet e mëposhtme. Në bazë të drejtësës së simetrisë do vizatojmë figura simetrike me figurën e dhënë. Në rrjetin koordinativ na është dhënë një figurë dhe do ta vizatojmë atë përsëri në anën tjetër duke vënë re ndryshimet që do të ndodhin. Kemi një figurë të dhënë në rrjetin koordinativ me pikat përkatëse, do gjejmë koordinatat e secilës pikë. Mësuesja ju uron punë të mbarë.